Një anekdot për Johnny D. Rockefeller. Johnny D. Rockefeller, një nga njerëzit më të pasur që ka jetuar ndonjëherë, një ditë Rockefeller po ecte drejt zyrës së tij së bashku me partnerin e biznesit Henry Flagler. Gjatë rrugës ai pa një monedhë prej 1 centi në tokë. U përkul, e mori, ja pastroi pluhurin dhe e futi në xhepin e lekut. Partneri i u habit dhe e pyeti: "Çfarë vlere ka për ty 1 cent? Ti je një nga njerëzit më të pastër në botë." Rockefeller buzëqeshi dhe u përgjigj: "Nuk më duhet monedha, më duhen parimet që ajo përfaqëson." Kjo përgjigje zbulon shumë për mënyrën se si ai shihte jetën. Rockefeller besonte se suksesi nuk është rastësi. Ai kishte një vizion të qartë për atë që donte të arrinte dhe mbi të gjitha kishte parime nga të cilat nuk hiqte dorë kurrë. Për të, ajo monedhë nuk ishte vlerë për shkak të shumës së saj. Ajo është një kujtesë se asgjë nuk është aq e vogël sa të mos meritoj respekt. Njeriu që shpërdoron gjërat e vogla me kalimin e kohës fillon të shpërderojë edhe gjërat e mëdha. Prandaj, suksesi nuk ndërtohet nga një vendim i madh, por nga qindra zakonet e vogla që përsëriten çdo ditë. Rockefeller ishte i bindur se çdo njeri mund të arrijë sukses nëse ka parime të qarta dhe disiplinë për të zbartuar ato çdo ditë. Për te parat nuk ishin qëllimi i jetës. Ai thoshte se parat janë si plehu. Nëse i shpërndan me mençuri, ato krijojnë mundësi, zhvillim dhe mirëqenie për shumë njerëz. Por nëse vetëm i ngrubullon dhe i mban për vete, ato humbin vlerën e tyre. Sepse pasuria pa një qëllim bëhet barr, ndërsa pasuria që përdoret për të krijuar, për të ndërtuar dhe për të ndihmuar të tjerët, lën një gjurmë që mbetet edhe pasi njeriu nuk është më. Ndoshta ky është mësimi më i madh i kësaj anekdote. Pasuria e vërtet nuk matet me atë që zotërojmë, por me atë që krijojmë, me vlerat që mbrojmë dhe me atë që lëm pas për të tjerët. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like, abonojeni dhe shpërndajeni me të tjerët. Shihemi në videon e radhës.